Teatri Migjeni ka prezantuar numrin e dytë të Revistës Sipari, një botim që synon të dokumentojë aktivitetin artistik dhe historinë e teatrit. Revista është ideuar nga drejtori i teatrit Gerti Palali së bashku me Astrid Fanin dhe Suad Arillën. Ajo botohet çdo 3 muaj dhe shpërndahet pa kosto për lexuesit. Pasqyron përveç disa rubrikave që është një personazh, një ikonë shumë e rëndësishme e teatrit Migjeni, e risell në vëmendje, por edhe disa rubrika siç shfaqja e arkives ose edhe promovimi i premierave të teatrit Migjeni brenda 3 muajve. E rëndësishme nuk është që ta realizosh, është e rëndësishme ta vazhdosh. Historia e teatrit Migjeni është një nga thesaret më të mëdha të teatrave në Shqipëri, pra kemi një bagazh të jashtëzakonshëm për të folur për historinë e këtij institucioni që është një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Besoj se me numrin e dytë jemi shumë më afër formës fizike dhe brendësisë që ka me sjellë tashmë Revista Sipari. Kjo për shkak se ne tashmë kemi ardhur duke konsolidu formatin, jo vetëm fizikisht, por edhe për sa i përket cilësisë brendshme dhe materialeve që kena përzgjedh. Ky është besoj formati me cilin do vazhdojmë edhe në vazhdimsi. Botimi përmban rubrika kushtuar arkivit, intervistave dhe komenteve mbi jetën teatrore. Në këtë numër të dytë, një vëmendje veçantë kushtohet aktorit të shuar Lec Bushati dhe kontributit të tij në teatrin Migjeni.